Java e fundit e fushatës elektorale ka shtuar së tepërmi tensionet në Lezhë. Natën e së hënës kandidati i koalicionit Euro-Atlantik Eduard Ndocaj ka akuzuar socialistët se po blejnë vota. Madje në një video në Facebook deklaron se ka bllokuar nënkryetarin e Bashkisë së Lezhës dhe drejtorin e Keshit në tentativë të qartë për blerje votash. Mëtej ai kërkon nga SPAK hetimin e rastit. Nënkryetari i Bashkisë me drejtorin e Keshit me disa individ janë bllokuar nga policia sepse mendohet se këtu është bërë një diçka që i përket asaj që është bërë tash 30 vjet të blej vota. Shpresojmë se në të vërtetë zbardhet kjo gjë sepse mendojmë dhe besojmë këtë drejtësia. Këtu policia ka ardhur është shumë. Lidhur me incidentin ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë Pierin Dreu, i cili e quan një alibi. Ai drejton gishtin edhe te Partia Demokratike duke thënë se bandat e saj që lëvizin me armë po vazhdojnë të provokojnë klim tensioni pas një shkak duke ushtruar presione. Edhe drejtuesi politik i koalicionit Partisë Demokratike Shqipëria Madhështore nuk ka mbetur pas me akuzat. Gjingjoni po ashtu ka publikuar një video të një mjeti që lëviz natën, ndërsa po ashtu ka akuzuar 7 persona zyrtar dhe punonjës në Bashki apo mbështetës Partisë Socialiste, ku edhe kërkon hetime. Por nga policia këtë të martë bëhet e ditur se ndaj Gjonit ka nisur hetimi për shpifje.